Universitar Logos është një institucion privat i licencuar në vitin 2009. Veprimtaria e tij është pjesë e fondacionit Logos, institucion jo fitimprurës. Emri Logos dhe motoja shoqëruese e tij, dritë dhe fuqi jete, përmbledh me pak fjalë kuptimin dhe qëllimin e krijimit dinamik akademik me këndvështrim të hapur, pasurimi i mendimit njerëzor, studim kërkimor, zgjerimi dijes, trajnimi të rinjve të kualifikuar që do të punojnë dhe ndihmojnë në zhvillimin shumë dimensional të shoqërisë moderne. Të sapo diplomuarit do të gëzojnë avantazhe dhe dhuratat e dijes, Logos, në mënyrë krijuese, në shprehjen e frymëzimit dhe në fuqinë nga fjala Logos, e cila sjell dritë dhe fuqi për jetën. Që prej vitit 2008, duke ndikur ecurinë e sistemit arsimor në Shqipëri, u krijua Fondacioni Logos, i cili u mbështet në përvojën dhe suksesin e Institutit të Formimit Profesional, Frym Dashurie, nga dolën 2 fakultetet e atëhershme që qenë pjesë e Kolegjit Universitar Logos, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Fakulteti Ekonomik. Në vitin 2018 u shtua edhe Fakulteti i Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor. Programet e ofruara nga këto fakultete janë të nivelit bachelor, programe profesionale 2 vjeçare, master profesional dhe master i shkencave në fushat e ekonomisë, shkencave të aplikuara, shkencave humane, artit dhe agrobiznesit. Kolegji Universitar Logos u ideua dhe u konkretizua nga kryepiskopi i ndjer i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, profesor doktor Anastasia Nullatos. I dashur rektor, i dashur administrator në umile, i dashur prindëve, i dashur student, vëllezër dhe motra. Kryepiskopi i ndjer Anastasi ishte themelues i Kolegjit Universitar Logos, një nismë që pasqyronte vizionin e tij për arsimin si shtyllë e zhvillimit dhe pajtimit shoqëror. Përkushtimi i tij ndaj dialogut, paqes dhe ndërtimit të urave ndërmjet besimeve do të mbetet një trashëgimi frymëzuese për brezat që vinë. Kolegji Universitar Logos është një hapësirë dijes dhe formimit të gjithanshëm, ku tradita dhe përkushtimi ndërthuren me përparimin dhe përgatitjen për të ardhmen. Me vizionin e tij të ndriçuar dhe vlerat që udhëheqin, Logos vazhdon të jetë një burim frymëzimi, zhvillimi dhe shërbimi për individin dhe shoqërinë. Në rrugëtimin e gjatë drejt shërbimit të dijes, Kolegji Universitar Logos vijon të përcjell vizionin ndriçues nëpërmjet drejtimit me përkushtim dhe dashuri nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, njëherëzi presidenti i Fondacionit Logos, për lumturia e tij, Imzot Joani. Roli i jashtëzakonshëm i kryepiskopit Joan si bashkëpunëtor në ngritjen dhe forcimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, së bashku me institucionet e krijuara prej saj, mundëson drejtimin e Kolegjit Universitar Logos, duke forcuar mëtej misionin e tij për të qenë dritë dhe fuqi jete. Për lumturia juaj, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Joani. Të nderuar etër dhe përfaqësues të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, të nderuar përfaqësues të institucioneve publike, të nderuar përfaqësues nga institucionet e arsimit, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik të Shqipërisë, i nderuar zoti rektor, i nderuar zoti administrator, të nderuar miq, koleg, partner të Kolegjit Universitar Logos, padyshim, protagonistët e kësaj mbrëmjeje, student dhe ish student, së bashku me miqt dhe të afërmit tuaj, përshëndetje të gjithëve. Kjo është një fest kushtuar studentëve që diplomohen. Ky është një rast i mrekullueshëm për të festuar përpjekjet për dije dhe fillimin e një të ardhmeje profesionale. Përpjekjet tuaja kulmojnë sot, ndaj edhe urimi i Kolegjit Universitar Logos është që rrugëtimi juaj të vazhdojë mëtej. Ne urojmë që jeta juaj profesionale të jetë sa më e pasur dhe përtej sfidave të arrini suksesin e merituar. Ju meritoni suksesin, ju meritoni një të ardhme më të mirë. Ky vend meriton një të ardhme të mrekullueshme dhe do ta ketë për sa kohë ju vendosni të kontribuoni në Shqipëri.
Dua gjithashtu të përshëndes drejtuesit dhe stafin akademik dhe administrativ, të cilët kanë qenë mbështetje e madhe për ju dhe të vazhdojnë të jenë përbrezat e ardhshëm që do të diplomohen në Kolegjin Universitar Logos. Një mirënjohje e veçantë shkon për të afërmit tuaj, prindrit dhe familjarët që ju kanë orientuar të ndiqni studimet në këtë institucion dhe ju kanë mbështetur pa kushte deri në këtë ditë kurorëzimi. Faleminderit. Një duartrokitje për të gjithë ju. Në këtë atmosferë të ngrohtë, le të sjellim pranë jush disa momente të fiksuara në foto që përfaqësojnë historikun e Kolegjit Universitar Logos. Studentët le të rikthejnë emocionet e tyre. Ftojmë rektorin e Kolegjit Universitar Logos, profesor doktor Ilia Ninka, të sjellë fjalën e tij përshëndetëse.
Fortëlumëria juaj i Zot Joan, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, presidenti i Fondacionit Logos, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar etër, të nderuar autoritete, të nderuar të ftuar, të dashur diplomant, të dashur prindër, të dashur kolegë. Jemi mbledhur sot të gjithë tokë në këtë ditë kaq të veçantë, në këtë takim kaq solemn, për të nderuar diplomantët të cilët me pasionin dhe përkushtimin e tyre të vazhdueshëm dëshmuan se justifikuan besimin e familjeve të tyre dhe tonin gjithashtu. Ju të dashur diplomant, vendosët një gur të rëndësishëm kilometrik në rrugëtimin tuaj, duke pasur të qartë se diploma e fituar nuk dëshmon vend mbëritje, por piknisje e një faze të re të jetës suaj, duke hyrë në tregun e punës ku do ju presin sfida të reja, të cilat me punë të palodhur dhe guxim do t'i përballoni me sukses. Gjatë viteve që kaluam në Logos, dëshmuam se me përpjekjet përbashkëta, me këmbëngulje dhe dashuri për njëri tjetrin, ka përxehet çdo vështirësi. Një meritë e veçantë ju takon ju të dashur diplomant, familjeve tuaja, si dhe gjithë stafit të angazhuar në mësimdhënie. Ka qenë një privilegj për ne t'ju shihnim si riteshit çdo ditë, duke u shndruar në personin që jeni sot, të buruar dhe plot pasion dhe vendosmëri, të aftë për të ndërtuar një karrierë të suksesshme. Ju ishit dëshmitar se si krahas jush rritej dhe vetë kolegji, duke u pasuruar me programe të reja studimi, me laborator të rinj, me risi inovative dhe inteligjencën artificiale. Në një ceremoni të tillë festive, nuk mund të mos shprehen falënderimet për partnerët tanë që janë bërë pjesë e pandashme e mbarvajtjes së procesit mësimor, duke mundësuar praktikat profesionale, internshipet dhe çdo aktivitet tjetër edukativ apo sportiv. Bashkëpunimi dhe ndërtimi partneriteteve me organizata jashtë institucionit është jetësor për arritjen e vizionit dhe përmbushjen e misionit Kolegjit Universitar Logos. Kolegji Universitar Logos ka bashkëpunime me institucione dhe organizata të llojeve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, si me institucione të arsimit lartë, me institucione qeveritare, me institucione shëndetësore, me organizata profesionale, me organizata të biznesit dhe të shërbimit. Këto bashkëpunime dhe partneritete mundsojnë përvoja praktike për studentët, shkëmbim personeli dhe studentëve, ofrojnë mundësi punësimi për të diplomuarit, mundsojnë veprimtarit përbashkëta kërkimore, trajnime, dhënie konsulence dhe ekspertize dhe transferim teknologjie. Nëpërmjet këtyre bashkëpunimeve, Kolegji Universitar Logos përcjell përvojën e vet më të mirë tek partnerët dhe jep kontribut në zhvillimin e shoqërisë. Në kuadrin e planit strategjik të zhvillimit Kolegjit Universitar Logos, ka përcaktuar disa objektiva në fushën e bashkëpunimit që synojnë shtimin dhe zgjerimin e partneriteteve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për të mbështetur mësimdhënien të nxënit, kërkimin, punësimin e studentëve dhe shkëmbimin e përvojave. Leksionet e hapura të mbajtura nga profesorë të shquar nga Europa dhe vendi, konferenca shkencore si nga ana e stafit, ashtu dhe ato studentore, kanë gjallëruar jetën akademike dhe na kanë lidhur më ngushtë me njëri tjetrin, duke hedhur hapa të rëndësishëm drejt shkrirjes së mësimdhënies me kërkimin shkencor. Vizitat e studentëve në kuadrin e projektit Erasmus Plus në universitetet europiane kanë bërë që të afrohen më shumë programet tona me ato të këtyre universiteteve, duke krijuar premisat qëndrueshme që sollën ndërtimin e programeve të përbashkëta të studimit. Këto bashkëpunime janë pjesë e strategjisë së ndërkombëtarizimit. Faleminderit prindërve që na besuan edukimin tuaj, gjë që shpresojmë ta kemi kryer më së miri. Faleminderit dhe stafit mrekullueshëm akademik dhe administrativ që punoj me përkushtim dhe kompetencë shkencore për të transmetuar në mënyrë sa më efektive dijet dhe njëkohësisht, duke u dëshmuar se për ne janë të huaja barriera ndarëse, pedagogu nga një anë, studenti nga ana tjetër. Së bashku kemi dalë përballë dijeve dhe shkencës me të njëjtin synim që ato të bëhen edhe prona juaj. Ndihma ndaj jush është shprehur dhe nëpërmjet një sistemi të avancuar bursa studimi, i cili nuk kufizohet vetëm me studentë ekselent, por edhe ata me të ardhurat pamjaftueshme ose student me aftësi ndryshe, duke bërë që 1/3 juaj të jetë përfituesi kësaj ndihme.
Falënderimi i veçantë shkon dhe për bordin e administrimit, që me mirë kuptimin e shkëlqyer të reaguaj ndaj nesh, na ka mbështetur vazhdimisht në plotësimin e kërkesave të procesit mësimor e shkencor. I nderuar foltërmëturia juaj, Imzot Johani, stafi akademik i Kolegjit Logos, i vetëdijshëm për misionin e lartë të kolegjit, ju është mirënjohës për interesimin e veçantë, për rritjen e mëtejshme dhe modernizimin e procesit mësimor e shkencor në Kolegjin Logos. Ne do të vazhdojmë të punojmë pa u lodhur, duke pasur si udhërrëfyes trashëgimin e paçmuar dhe vizionin bashkëkohor të skalitur nga i përndrituri kryepiskop Anastas. Kolegji Logos është për ne jo vetëm tempulli i dijes, por dhe rezatimi i dritës dhe fuqisë së jetës, kudo që hyn kjo dritë, ngjall guxim, gëzim, dashuri, shpresë dhe besim. Tani të gjithë ju të dashur diploman, jeni me shikim përpara, me shikim drejt të ardhmes në kërkim të një vendi pune, ku do të skalitet mëtej individualiteti i spikatur i secilit prej jush, që do t'ju shquaj prej kujdo tjetër. Ju e dini shumë mirë se diploma e fituar nuk përbën qëllimin e jetës. Ajo thjesht është një mjet që dhe para përgjegjësive të reja, edhe më të vështira se studimi. Dini gjithashtu se libri nuk duhet lënë minjan, sepse vazhdimisht gjatë jetës do t'ju duhet përsëri të mësoni, por ju njëkohësisht tashmë keni me vete çelësin që portën e suksesit. Ky çelës është puna, puna e vazhdueshme që të dhuron lodhje të këndshme dhe që të buroron. Gjithmonë me dashuri për punën, për njëri tjetrin, me gëzim dhe pa u ligështuar asnjëherë para vështirësive që mund të ndeshni, por me besim dhe shpresë të ndërtoni me guxim të ardhmen tuaj. Suksesi nuk është fundi i rrugës, por fillimi i një rruge edhe më të bukur. Ju uroj edhe një herë punë të mbarë, shëndet dhe shumë suksese. Ju faleminderit. Faleminderit profesor Ilia. Ftojmë administratorin e Kolegjit Universitar Logos, Naumile, të sjellë fjalën e tij përshëndetëse. Fortundëria juaj, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Johani. Të nderuar etër të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, zonja zëvendës ambasadore ambasadës Greqisë në Shqipëri, i nderuar drejtori ekzekutiv i Fondacionit Logos Irsi Anastasi, të nderuar miq dhe kolegë, të nderuar prindër, të dashur student që celebroni sot diplomimin tuaj. Jam i nderuar të marr pjesë dhe madje të përshëndes në këtë event të mrekullueshëm, të përgatitur me shumë dashuri, në respekt të një dite të shënuar për studentët tanë. Kolegji Universitar Logos, përtej elementeve formal dhe administrativ që mbartin institucionet arsimore, është përpjekur përpara së gjithash të jetë një komunitet ku respekti, mirënjohja dhe bashkëpunimi të jenë në themel të ndërtimit të personalitetit të studentëve tanë. Dija shkencore në fund të fundit duhet të shërbejë shoqërisë dhe duhet të ofrohet me dashuri. Kjo është dhe filozofia e Kolegjit Universitar Logos. Gjatë viteve që kam nderin të jem administrator, kam qenë dëshmitar i përpjekjeve që institucioni ka bërë për të mundësuar studentëve tanë më të mirën e mundshme. Nuk ka qenë e lehtë, por në fakt ndihma ka qenë e madhe. Ne jemi një organizëm jo fitimprurës në shërbim të studentit, në shërbim të së tashmes dhe të ardhmes të mirat e rinjve të cilët zgjedhin të formohen pranë auditoreve tona. Nuk i shpëtoj dot së qenurit administrator pa referuar disa shifra dhe statistika. Ky është viti 13 i diplomimit të studentëve tanë. Në total, nga themelimi i këtij institucioni deri më sot, janë diplomuar 1445 studentë. Ne kemi 2 kampuse, kampusin në Tiranë, si dhe kampusin në Shënvllash të Durrësit. Kemi 18 programe studimi, 2 prej të cilave janë programe të cilat u çelën pikërisht këtë vit të ri akademik. Kemi të punësuar rreth 130 punonjës, nga të cilët rreth 80 prej tyre janë me kohë të plotë. Bursa vetëm për 3 vitet e fundit kanë përfituar 220 studentë me një vlerë prej rreth 260.000 euro. Ne akoma jemi një institucion i vogël, por me dëshirë dhe këmbëngulje për të rritur dhe për të ofruar më shumë mundësi për të rinjtë tanë. Ne duam një të ardhme më të mirë për studentët tanë,
po përpiqemi që këtë të ardhme ta ndërtojnë këtu. Kjo është shumë e rëndësishme. Duhet ta përsërisim gjithmonë, e ardhmja e këtij vendi jeni ju, student, dhe pa ju nuk ka të ardhme. Kështu që edhe ardhmja juaj do të jetë këtu së bashku me ne. Jemi falenderues të gjithë atyre që janë përpjekur dhe kanë dhënë kontribut në krijimin dhe rritjen e këtij institucioni të mrekullueshëm. Mirënjohje të përjetshme vizionarit që mbrojti idenë e krijimit të Kolegjit Universitar Logos, akademiku të njohur mbar botërisht, kryepiskopit të përkujtueshëm Anastasit. Falënderim nga zemra për ju student, personel akademik dhe administrativ, antarët e bordit drejtues të fondacionit, të bordit të administrimit, profesor doktor Vasil Tole, profesor doktor Kosta Barjaba, profesor doktor Sokol Mëngjesi, doktor Adrian Nacho dhe doktor Olda Cico, këshilltarja akademike, profesor emeritus e Universitetit Aristoteli në Greqi, Dimitra Kukura, drejtori ekzekutivi Fondacionit Logos, Mitropoliti i Korçës, Imzot Anastasi. Falenderoj grupin e punës që mundsoi organizimin e këtij eventi dhe kësaj ceremonie të mrekullueshme. Në mënyrë të veçantë, falenderoj Anisën. Me dashuri atërore, falenderojmë kryepiskopin Joan, njerazi presidenti Fondacionit Logos, i cili me dashuri drejton Kolegjin Universitar Logos dhe e përçon vizionin për një mision dijeje me vlera që ndihmojnë shoqërinë tonë. Faleminderit. Në këtë ditë të veçantë dhe të bukur kam vetëm urime dhe falenderime. Faleminderit të gjithëve që jeni pjesë e historisë së Kolegjit Universitar Logos. Juve studentëve që diplomoheni, ju uroj vazhdimsi në rritjen tuaj profesionale, por mbi të gjitha në aspektin njerëzor. Qofshi profesionist të mirë dhe qytetar të mirë të këtij vendi. Urime dhe suksese. Faleminderit zoti Mile. Ftojmë kryetarin e bordit të administrimit, profesor doktor Vasil Tole, akademik në fushën e muzikës dhe nënkryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të sjellë fjalën e tij përshëndetëse. Mbrëma. Si muzikës jam, doja një muzikë më merr jetëm një mbrëmje shumë e bukur kjo për së vërtetës. Emocionuese gjithashtu, i nderuar foltundëria juaj kryepiskopi Joan, i zot Anastasi, të dashur student dhe familjar, i nderuar rektor, senat akademik, profesor e pedagog, i dashur Venjan. Kjo sot më është një ditë e gëzueshme, jo vetëm për studentët i diplomohen dhe familjet e tyre, por edhe për të gjithë ne, që në role dhe pozicione të ndryshme jemi në shërbim dhe mbështetje të procesit të edukimit tuaj. Ju flas në emër të bordit të administrimit të Kolegjit Logos, të kolegeve dhe kolegëve të mi të nderuar, Olta Cico, Kosta Barjaba, Adrian Nacho dhe Sokol Mëngjesi, të cilët kanë bërë gjithçka që ka qenë e mundur që t'ju mbështesin ju që po diplomoheni, ata që janë në studime, por edhe ata që po fillojnë rishtas. Ne jemi në lloj kuptimi dëshmitar të heshtur e të prapakuintave se si Logosi është rritur gjithë këto vite në sasi dhe në cilësi, në infrastrukturë dhe në programe, duke u shndruar atë në një referencë vlere brenda vendit, por edhe në sistemin ndërkombëtar të edukimit, kjo për shkak të vlerës së diplomës me shenjën Logos, por edhe të bashkëpunimeve dhe të projekteve të shumta që janë kryer ose që janë në proces, të cilat i përmendi me hollësi rektori. Prandaj jam sot këtu që t'ju shprehim edhe në emër të bordit të administrimit, i cili përbëhet nga intelektual me karriera akademike e administrimit të suksesshme. Pra, për t'ju shprehur përgëzimet dhe falënderimet më të përzemërta për të gjithë ju studentë dhe për familjet tuaja. Në mënyrë të veçantë për familjet që rritën dhe edukuan fëmijë të mbar e që ishin për ju mbështetja e sigurt dhe e ngrohtë gjatë studimeve.
Dua të shpreh gjithashtu falënderimet më të sinqerta për të gjithë personelin akademik dhe atë ndihmës të Kolegjit Universitar Logos, si dhe për të gjithë studentët e Logosit të dieshëm dhe të sotëm që i kanë dhënë Logosit energjinë dhe besimin e tyre. Në takimin e fundit, që kryepiskopi ynë i dashur dhe i paruar Anastas pati gjatë diplomimit studentëve të Logosit vitin e kaluar, përcolli disa mesazhe të çmuara që do të dëshiroja t'i perifrazoja si për rëndësinë e tyre për ju, por edhe si shenjë nderimi për atë personalitet unik të kishës son, e më gjerë, trashëgiminë e madhe të cilit e vazhdon kryepiskopi ynë i dashur Joan dhe Sinodi i Shenjtë. Ai tha se në raste të tilla diplomimesh, fjala që përsëritet më shpesh është suksesi. Me thellësinë e tij të mendimit, ai theksoi se nuk mund të ketë sukses për të rinjt e diplomuar, por kjo vlen dhe për çdo njeri, nëse nuk keni dhe kultivoni ndjenjën e të pasurit të përgjegjshmërisë, ose siç i themi ne, të përgjegjësisë. Nuk mund të ketë sukses pa përgjegjshmëri. Pra jeni të përgjegjshëm në jetën, veprimet dhe në sjelljet tuaja tash e mbrapa. Mesazhi i dytë ishte që të mos pajtohemi me dekadencën, me dështimin. Pra duke rënë lehtë prej gjërave që bëhen keq. Edhe këtu po e citoj fjalinë e plot. Ai tha, është gabim të imitojmë e të përsërisim gjëra që bëhen keq. Na duhet të shohim atë që bëhet mirë. Sigurisht në vendin tonë ka padrejtësi, korrupsion e shumë zhgënjim. Përgjegjësia jonë është i bëjmë rezistencë dekadencës në këtë vend, që është ndër vendet më të bukura e të pasura të planetit nga pikpamja e klimës, bukurisë dhe historisë. Mbyllet citimi. Ai u nxiste të gjithë ju të diplomuarve që të fokusoheni jo tek fakti nëse gjërat nuk bëhen, por se si të bëhen më mirë dhe cili do të jetë roli juaj për të ndryshuar situatën. Kryefjala e tij ishte që të mos thoni që ju intereson vetja juaj. Dihet fjala që e bën njeriu egoist është egocentrizmi. Pra, mos e shihni botën nga duke vendosur egon tuaj në qendër të vëmendjes. Merrni më të mirat që ju ofron shoqëria bashkëkohore, por mos harroni familjen tuaj dhe vendin tonë. Vijoni përpjekjet dhe studimet tuaja për të përsosur në ato që do të bëni në jetë. Kur më vonë do të zini pozicione të përgjegjshme dhe detyra të caktuara, bëni kujdes që të ofroni cilësi, saktësi dhe ndershmëri në punën dhe detyrat që do të kryeni. Kjo është ajo që në thelb flitet sot lufta kundër korrupsionit. Nuk ka ilaç tjetër. Përgjegjshmëria dhe cilësia dhe ndershmëria në kryen e detyrave. Ai theksonte që mjafton që të kultivojmë talentet që Perëndia na dhuroi. E mbajmë si tani që fjalën e tij e mbylli duke theksuar rëndësinë e fjalës dashuri. Dhe vërtet jam shumë i prekur që është vendosur edhe në këtë billboard të madh një thënie e kryepiskopit ton Joan për rëndësinë e fjalës dashuri, e cila është fjala më dinamike, më revolucionare dhe shndruese nga të gjitha fjalët e tjera. Shumë gjëra me gjithë vështirësitë e ndryshme mund të realizohen, por ajo që e bën njeriu të jetë human është mundësia dhe aftësia e tij për të dashur, për të dashuruar dhe do ta vazhdoja citimin. Dashuria është ajo që shndron një urrin në urtësi dhe vetëm urtësia e përmbush qenien e njeriut. Pra, kujdesuni që të jeni njerëz të dashurisë dhe njërazi njerëz të përgjegjshëm dhe të cilësisë. Dhe nga kjo nuk keni për të zhgënjur kurrë. Dua dhe uroj që kjo të jetë vula e pranisë dhe e jetës suaj. Ju uroj dhe një herë që të keni një rrugë të gjatë dhe të mbushur me sa më shumë arritje. Faleminderit. Faleminderit Zoti Tole. Stafi akademik i Kolegjit Universitar Logos është bërthama e këtij institucioni.
Përkushtimi, pasioni dhe puna e tyre e palodhur na mbushin me krenari dhe na mundësojnë të mblidhemi për të festuar arritjet akademike të studentëve tanë. Me kënaqësi, ju ftojmë të ndiqni një material të shkurtër që përmban përshëndetje nga disa nga anëtarët e stafit akademik të Kolegjit Universitar Logos. Po e nis të video nga dera ku ju futët për herë të parë disa vite më parë. Dhe sot, jeni ullur këtu për të kurorëzuar suksesin tuaj. Ky është momenti juaj, i merituar, i fituar me punë, përkushtim dhe besim në vetvete. Përshëndetje. Çdo analizë që bëni, çdo rezultat që interpretoni ndikon në jetën e pacientëve. Mbani etikën dhe humanizmin si busull për profesionalizmin tuaj. Ju uroj suksese. Teknologjia ndryshon botën, ju jeni pjesë e këtij ndryshimi. Programoni me mendje të mprehtë dhe me zemër të hapur. Ju uroj shumë suksese të gjithë të diplomuarve. Përshëndetje të nderuar student që sot merrni diplomat. Unë uroj që ju si gjatë viteve të shkollimit, ashtu edhe në punë, të jeni kontribuesit më të mirë në zhvillimin e arsimit në vend, sidomos të arsimit parashkollor, sepse së bashku kemi mësuar që fëmijëria e hershme është çelësi i suksesit të çdo individi në shoqëri. Zëri juaj mund të jetë shpresa e dikujt. Dëgjoni me zemër dhe veproni me dinjitet. Shoqëria ka nevojë për profesionistë që kujdesin. Suksese. Gjuhët hapin dyert drejt kulturave. Ju uroj të jeni uraliste mes popujve, me respekt dhe mirëkuptim për të ndryshme. Shumë suksese. Theologjia nuk është thjesht dije, por mënyrë jete. Jeni dritë në errësirë, dashuri në kohë të vështira dhe shembull për të shërbyer të tjerëve. Turizmi është një udhëtim në kohë dhe në vende të ndryshme, por dhe një përfaqësim kulture. Ndaj ju ftoj ju të sapo diplomuar, të jeni ambasador të mikpritjes shqiptare kudo që të shkoni. Suksese. Udhëheqja fillon nga vetja. Mbani gjallë pasionin dhe vizionin që u karakterizoi përgjatë këtyre viteve. Bota e biznesit ka nevojë për individ me vlera. Suksese. Sot nuk diplomoheni vetëm me njohuri, por dhe me mençurinë për të marrë vendime që ndikojnë. Ju uroj të menaxhoni me përgjegjësi pasurinë më të madhe, kohën dhe integritetin tuaj. Mirupafshim projekt të rinj. Sot është një ditë feste, por dhe fillimi një kapitulli të ri. Ju falenderojmë që zgjodhët Kolegjin Universitar Logos për udhëtimin tuaj akademik. Ju urojmë rrugëtim të mbar. Suksese. Dhe mbi të gjitha, jeni njerëz të mirë kudo që të shkoni. Le të kalojmë në një moment tjetër. Studentët e secilit fakultet nëpërmjet një përfaqësuesi do të sjellin përshëndetjen e tyre. Le të ftojmë nga Fakulteti Ekonomik studentët Alesia Meta dhe Filip Furxhi. Përshëndetje gjithëve, unë jam Alesia Meta, kam përfunduar studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik, Financë, Kontabilitet të Kolegji Universitar Logos. Në radhë të parë dua të theksoj njërin time me Logos, ka ndodhur një periudhë shumë të rëndësishme të jetës në ato të përfundimit të shkollës së mesme dhe në një periudhë pak të ngarkuar dhe të pasigurt se çfarë do ndiqni më tej. Me Logosin jam njohur fillimisht përmes motrës time, e cila vendosi të ndjek studimet e saj bachelor aty. Më pas u njohur më mirë dhe me ambientin e kolegjit dhe bashkëpunimin e gjimnazit me Shkollën Teknike Ekonomike të Tiranës, ku zhvilloheshin edhe orët e hapura, kuptova se ishte një institucion shumë serioz dhe me standarde mjaft të larta. Hyrja në këtë kolegj më bëri të kuptoj që edhe më qartë se bëra një zgjedhje të dur. Kam pasur fatin të njoh një staf pedagogjik të mrekullueshëm, të përkursuar në maksimum për ta mbështetur në çdo hap të karrierës tonë.
Rasti im gjithashtu është një rast shumë konkret, pasi fal praktikës që kolegji më sugjeroi, mundësia që më dhën, unë sot ndodhem aktualisht e punësuar në profesionin tim, një ëndër e kthyer realitet. Pa u zgjatur më tej, dua thjesht të falenderoj nga zemra të gjithë Kolegji Universitar Logos për 3 vitet më të bukura, sfiduese dhe plot vlera. Faleminderit për mbështetjen, për kushtimin dhe kontributin që keni dhënë në formimin ton. Ju jeni pika kryesore e suksesit ton. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë. Unë jam Filip Fulgjith, jam diplomuar në Fakultetin Ekonomik për degën Financë Kontabilitet. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Pas shumë mundi dhe përkushtimi, ne arritëm të përmbyllim një kapitull të rëndësishëm të jetës sonë. Më kujtohet periudha kur isha në kërkim të universitetit të duhur dhe nuk do të isha në Tiranë, kështu që më duhet të telefonoja për të marrë informacionin që kërkoja. Shumë prej universiteteve nuk më përgjigjen. Dhe një pjesë e tyre që u përgjigj, më kërkonin të vija të flisja nga afër dhe nuk më jepnin informacionin që doja. Biseda me Logos shkoi ndryshe. Kontaktin e parë kam pasur me Anisën, e cila ishte e gatshme dhe më përgjigj çdo pyetje që kisha. Nga ajo telefonat, unë pata dëshirën të vija në Logos e të interesohesha më shumë për të institucion. Atë ditë u rastisa me profesor Arturin, dekanin në Fakultetit Ekonomik. Pata një bisedë shumë të mirë edhe me të, edhe atë ditë kuptova që ky institucion ka njerëz që interesohen dhe kujdesen për studentët e tyre. Dhe ashtu ndodhi vërtet. Gjatë këtyre viteve jam njohur me profesor që jo vetëm japin mësim, por që dëgjojnë, këshillojnë dhe udhëzojnë. Ata janë profesionistë të Zot, por edhe njerëz që kanë dëshirë të shohin studentët e tyre të ecin përpara. Na kanë ndihmuar të rritemi jo vetëm profesionalisht, por edhe personalisht. Na kanë dhënë dije, këshilla, drejtim dhe besim. Një kujtim të bukur që do kem nga Logos, që do e mbajmë mend gjithmonë, janë debatet dhe diskutimet që bërim në klasë. Debatet në orën e profesor Arturit, profesor Emirës dhe profesor Elvisit. Debate me vlerë për tema sociale, ligje të reja që të fushës sonë dhe mënyra se si mund të rritemi profesionalisht në vendin tonë. Debatet cilë na kanë ndihmuar të rritemi. Logos na ka dhënë një bazë të fortë për të ardhmen, për karrierën, për jetën dhe për mënyrën si e shohim botën, duke na mësuar gjithashtu rëndësinë e përpikmërisë, përgjegjësisë dhe ndeshmërisë si në punë akademike, por edhe në jetën e përditshme. Kjo arritje nuk do të kishte të njëjtën vlerë pa mbështetjen e atyre që kanë qenë krah nesh. Ndaj në këtë moment dua të ndalem dhe të falenderoj. Faleminderit profesorëve për mbështetjen, familjes sime për durimin dhe shokëve të klasës për shoqërinë dhe kujtimet e bukura. Urime të gjithëve për të ditë. Faleminderit. Le të ftojmë nga Fakulteti i Shkencave të Aplikuara studenten Joria Masho. Të nderuar të pranishëm, pedagog, staf akademik, prindër, të ftuar dhe mbi të gjitha bar student. Unë jam Joria Masho, diplomante në Kolegjin Universitar Logos, në degën laborator i lartë, teknik i lartë laboratori mjekësor. Si çdo rrugëtim i madh, nis me një hap të vogël, për mua ai hap filloi me një herë pas mbarimit të shkollës së mesme. Si çdo gjimnazist që përpiqet të gjejë rrugën e tij, dhe unë aplikova në disa universitete. Fitova të drejtën në Universitetin Ndërkombëtar të Selanikut dhe gjithashtu në Universitetin e Tiranës. Të dyja këto zgjedhje nuk më përkisnin mua. Prandaj, unë zgjodha Kolegjin Universitar Logos. Më pëlqente ideja se dega ime lidhte shkencën me praktikën, logjikën me vëmendjen ndaj detajeve, kërkimin me përgjegjësinë. E krahasova programin tim me programet e tjera jashtë vendit dhe gjeta se Logos kishte një nivel me standarde të jashtme. Madje me një qasje më të afërt, më njerëzore.
Atëherë vendosa ta vizitoja nga afër dhe pash se njerëzit ishin shumë të ngrohtë. Atmosfera ishte ngrohtë, njerëzit e buzëqeshur, staf i gatshëm për të ndihmuar dhe ndjeja se ky ishte institucioni që më përkiste. Një vend ku studentët nuk shiheshin si një numër, por si një individ që ka potencial për të zhvilluar. Vitet që pasuan ishin plot punë, përkushtim dhe sfida, por mbi të gjitha plot rritje. Mësova që jo vetëm mund të mësohet nga librat, nga pedagogët, nga studentët dhe nga kolegët e mi të ardhshëm. Çdo praktik laboratorike ishte një mundësi për të parë nga afër veprimtaritë tona, jo vetëm teknike. Çdo konferencë, trajnim apo aktivitet studentor më ndihmoi të kuptoja më mirë rolin që do të kisha në fushën e mjekësisë laboratorike. Gjatë këtij rrugëtimi mësova se profesioni ynë nuk është thjesht teknik, por një mision. Kërkon saktësi, përgjegjësi, durim dhe mbi të gjitha respekt për jetën njerëzore. Dhe kjo ndjenjë më ka shoqëruar çdo ditë, duke më kujtuar pse zgjodha këtë rrugë. Sigurisht nuk ka qenë e lehtë. Ka pasur ne të gjata, projekte që kërkonin orë të tëra. Momente që lodhja më dukej se po më mbaronin dhe energjitë. Por gjithmonë ka pasur një pedagog që më inkurajonte, një koleg që më ndihmonte, apo një familjar që më kujtonte pse nisa këtë rrugë. Për këtë mbështetje jam shumë mirënjohëse. Sot, ndërsa ky kapitull po mbyllet, ndjej se jemi gati të nisim një tjetër. Së shpejti do të përfundoj praktikën time në një nga laboratorët që shkolla më ka mundësuar, dhe jam më afër marrjes së licencës. Hap që kam pritur me emocion dhe me përgjegjësi. Ky nuk është një fund, por vazhdimi i natyrshëm i një rrugëtimi që ka formuar identitetin tim profesional dhe njerëzor. Dua të shpreh një mirënjohje shumë të madhe dhe të sinqertë ndaj pedagogëve, të cilët kanë qenë jo vetëm mësues në auditor, por gjithashtu udhëhyes edhe në jetën tonë reale. Falenderoj nga zemra gjithashtu dhe prindërit e mi, që kanë qenë mbështetja ime më e madhe, por gjithashtu dhe shokët e mi, që nga ju kam mësuar më shumë. Sot, kur mbaj në dorë diplomën, kuptoj se nuk është thjesht një letër. Ajo është simboli i punës, këmbguljes dhe pasionit që na solli deri këtu. Dëshmi që çdo përpjekje ka kuptim, çdo nas studimi i jep fryt, dhe çdo ëndër është arritshme nëse i beson vetes. Dhe mbi të gjitha, dua të them me respekt dhe me një respekt të madh dhe nderim të veçantë ndaj ideatorit, arkitektit jo vetëm të Kolegjit Universitar Logos, por të një zinxhiri të një sistemi arsimor në vend. Hirësisë së tij, kryepiskopit të ndjer Anastas Janullatos. Kur shprehja ti simbol, që është edhe motoja këtij kolegji, më kanë motivuar dhe të vazhdojnë të më motivojnë në rrugëtimin tim. Studenti nuk është e ardhmja, ai është e tashmja që formon të ardhmen. Ju faleminderit dhe suksese të gjithëve. Le të ftojmë nga Fakulteti i Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor, Meriban dhe Roel Islami. Mirëmbrëma të gjithëve, stafi drejtues, pedagogëve të nderuar, familjarëve dhe bashkëstudentëve. Para se të vinim këtu, udhëtimi ynë ishte i mbushur me zhgënjim. Vizituam disa institucione arsimore, por shpesh hasëm në dyshime dhe rezerva, jo vetëm për largësinë, por edhe për vështirësitë që mund të ndeshnim. Në çdo derë që trokisnim, na bënin të ndiheshim të vetmuar, deri në momentin kur rastësisht duke ikur për në qytetin tim, lexoj Kolegji Universitar Logos dhe i them tim shoqi, të pyesim dhe njëherë këtu dhe e mbyllim si mundësi.
U kthyem nga rruga dhe Roeli shkoi tek universiteti me babain e tij për ta parë nga afër. Aty bë një bisedë të gjatë me profesor Kostën dhe që në takimin e parë im shoqi ishte mbushur me shpresë. Kishte ndjerë një mikpritje të sinqertë dhe njerëzore. Në vend të vështirësive u fol për mundësi dhe mbështetje dhe kjo na bëri të vendosim menjëherë. Ky ishte vendi i duhur për djalin ton, ku do pranohej pas një parëgjykim. Dhe ja, tek qëndroi këtu sonte, me një ndjenjë të dyfisht krenarie dhe mirënjohje, duke ndarë skenën e diplomimit me djalin tim të dashur. Historia jonë nuk është tipike. Pas 2 dekada shkëputje nga librat, unë vendosa të kthehesha në auditor. Arsyeja ishte ai. Vullneti i palëkundur i djalit tim për studiuar, pavarësisht sfidave të aftësisë së kufizuar. Zgjodhëm degën e punës sociale si një mënyrë për të qëndruar më afër, për të ndihmuar praktikisht dhe për të kuptuar më thellë nevojat e tij dhe të tjerëve si ai. Ne ulëm në të njëjtat banka, studiuam në të njëjtat lëndë dhe ndam çdo provim, çdo sukses dhe çdo vështirësi. Ky nuk ishte vetëm një udhëtim akademik, por një riafirmim i lidhjes sonë dhe i forcës që vjen nga bashkimi. Zgjedhja e Logos ishte vendimi i duhur. Kjo shkollë na ofroi një ambient përfshirës dhe të vëmendshëm, duke na bërë të ndjehemi pjesë e vërtetë e komunitetit akademik. Dua të falenderoj me gjithë zemër stafin dhe pedagogët e Kolegjit Universitar Logos. Ju nuk na shikuat si përjashtim, por si mundësi. Na trajtuat me respekt, me ndjeshmëri dhe profesionalizëm. Na kuptuat, na mbështetët dhe na dhat kuraj në çdo hap. Prania juaj e bëri këtë rrugtim më të lehtë, më të bukur dhe më të prekshëm. Faleminderit që është ndëruar këtë institucion në një vend ku barazia dhe mbështetja nuk janë thjesht fjalë, por veprime. Gjithashtu, dua të falenderoj familjen time dhe ata që kanë qenë pranë nesh në heshtje, në lutje, në durim dhe në kuraj. Sot kjo diplom nuk është vetëm arritje akademike, por një triumf shpirtëror, familjar dhe njerëzor. Dhe tani dua t'ja kaloj fjalën atij që është arsyeja pse unë sot jam këtu, të shtrenjtit djalit tim Roeli. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar të pranishëm, për mua kjo ditë ka një kuptim shumë të veçantë. Nuk është vetëm mbyllja e një cikli studimesh, por është një fitore që kemi ndarë bashkë me nënën time, që studiosh me prindin të nuk është diçka që ndodh shpesh. Të ngrihesh çdo mëngjes, të mësosh, të përgatitesh për provime dhe të kesh pranë dikë që jo vetëm të mbështet, por e bën rrugën bashkë me ty. Kjo është një dhuratë e rrallë në jetë. Unë jam krenar për veten time, por jam edhe më krenar për të. Ajo nuk u lodh asnjë ditë, nuk u torëgjua edhe kur sfidat ishin të mëdha, u kthye në bankën e shkollës pas viteve të tëra, vetëm që të ishte pranë meje. Dhe do të mos më linte vetëm. Kjo është dashuria më e madhe që mund të njohë një fëmijë. Dua të falenderoj nga zemra pedagogët tanë për mirë kuptimin, për kujdesin, për mbështetjen dhe për respektin që na kanë treguar. Ata na dëshmuan se arsimi nuk jepet vetëm me libra, por edhe me zemër. Dua të falenderoj edhe shokët e klasës që na pranuan si pjesë të grupit, që na respektuan dhe na bënë të ndjehemi normal dhe të barabartë me të gjithë. Kjo dua të them me gjithë të fort, asnjë sfidë nuk është pengesë kur ke dikë që beson tek ti dhe unë kam pas njeriu tim që besoj se kushdo tjetër. Ky moment nuk është fundi, por fillimi ynë i ri në botën e punës sociale, me përvojat tona, me ndjeshmërinë tonë dhe me dashurinë për njerëzit, do të ecim përpara me dinjitet dhe qëllim. Për këto moment, urime të gjithë diplomuarve dhe jetë të mbarë. Faleminderit kolegë. Faleminderit.
Studentët tanë janë krenaria jonë dhe suksesi i tyre pasqyron arritjet e Kolegjit Universitar Logos. Ne jemi gjithmonë të pranishëm në çdo hap të përparimit të tyre, duke ndjer gëzimin për mbarvajtjen e tyre dhe duke festuar së bashku sukseset. Sot le të ndajmë disa histori suksesit të studentëve. Këto tregime janë dëshmi e përkushtimit dhe të angazhimit të tyre. Jam Flajdi Dervishi dhe vi nga qyteti i Elbasanit. Studimet e mia në bachelor i kam përfunduar në teologji dhe në master shkencor në turizëm religios pranë Kolegjit Universitar Logos në Departamentin e Teologjisë dhe Kulturës. Aktualisht jam dhe pjesë e stafit akademik në këtë departament ku unë kam studiuar. Mbështetja, përkraje dhe ndihma e pedagogëve nuk ka për t'ju munguar në asnjë moment në këtë kolegj. Prandaj ju ftoj që të jeni pjesë e këtij universiteti në studimet përkatëse dhe gjithashtu ju uroj të gjithë të diplomuarve sot që gjithmonë të jenë në rrugën e dijes. Përshëndetje, unë quhem Paula Shera, je studente në programin bachelor teknike lartë në laboratorium mjekësor. Falë përkushtimit të durë të stafit pedagogjik, ashtu si për praktikave të shumta që universiteti ofron, e kam patur shumë të lehtë për të dalë në terrin e punës dhe për të patur laboratorin punësor serien e Tilat. Faleminderit Logos dhe ju uroj sukses të gjithë studentëve. Përshëndetje, unë quhem Suela Lilollari dhe kam mbaruar studimet master pranë Universitetit Logos. Më lejoni të falenderoj thellësisht nga zemra të gjithë stafin akademik për mbështetjen, për kushtimin të njohuritë transmetuara gjatë rrugëtimit tim. Ky rrugëtim nuk ka qenë thjesht një proces mësimor, por ka qenë një përvojë formuese që ka ndihmuar dhe ka ndikuar thellësisht në zhvillimin tim profesional dhe njerëzor. Ndikimi juaj do të ngelet shumë i rëndësishëm në çdo hap të rrugës time dhe një udhërthyes për të vijuar punën me profesionalizëm, përkushtim dhe integritet. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese të mëtejshme. Studimet në Logos më dhanë sigurinë dhe kompetencat që sot i përdor në karrierën time. Për mua ishte një zgjedhje që më ndërtoi të ardhmen. Në këtë moment të veçantë të ceremonisë, kemi kënaqësinë të ftojmë në skenë një nga partnerët tanë, kompania Titan SHA, me të cilën na lidh një urë bashkëpunimi i qëndrueshëm me vlera. Sot do të ndajë në këtë ceremoni 2 bursa për studentët e Kolegjit Universitar Logos në mbështetje të tyre gjatë studimeve. Le të mirëpresim përfaqësuesit e kompanisë Titan SHA, zonjën Kristina Lato dhe Dritan Nako, të cilët do të bëjnë dorëzimin e bursave. Mirëmbrëma të gjithëve. Si fillim, shumë faleminderit që na bët pjesë të këtij momenti kaq të rëndësishëm për gjithë ata studentë që po mbyllin një cikël shumë të rëndësishëm, po hapin një cikël edhe më të rëndësishëm akoma. Që të jemi sinqert, mbas atyre që tha Roeli dhe mamaja e tij, unë nuk kam fjalë tjera për të thënë, përveç se të theksoj që do një sens shumë të lartë përgjegjësie dhe përgjegjëshmërie për gjithë ata që marrin përsipër misionin e të bërit të arsim. E për të tjerët, pastaj që mbarojnë këtë cikël, sfidat fillojnë tash dhe testet fillojnë tash. Kështu që unë doja thjesht pa ju marrë kohë dhe vëmendje as pak më tepër t'ju uroj sukseset të gjithë botës dhe t'ju shkojmë mbar gjithë atyre studentëve që po mbyllin këtë cikël, por edhe atyre që do të fillojnë ciklet të tjera. Ne do mundohemi të jemi prezent dhe mbështetës në gjithë sa kemi mundësi gjithmonë. Faleminderit. Prej disa kohësh, tashmë Kolegji Universitar Logos ka organizuar korin e tij. Përshëndesim të gjithë të pranishmit me 2 këngë, Në dallgët e jetës time, Çelulin Lule. Kori i Logosit në drejtimin e zonjës Aginani Nano dhe orkestrës.
Të dashur të pranishëm, le të kalojmë në një moment tjetër shumë të rëndësishëm. Sot kemi nderin të shpallim studenten më të mirë të Kolegjit Universitar Logos për këtë cikël diplomimi, e cila ka treguar një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe arritje të shkëlqyera gjatë studimeve të saj. Medalja e artë që të dorëzohet sot është një simbol i mundit dhe i pasionit të saj për dijen. Le të ftojmë në skenë për të dorëzuar medaljen e artë dekanin e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara, profesori asociuar Spartak Bozo. Faleminderit të gjithëve. Është kënaqësi dhe nder i veçantë për mua që edhe këtë vit, për vitet 2 të rresht, medalja e artë del nga Fakulteti i Shkencave të Aplikuara.
rast më doja të falenderoja stafin akademik dhe stafin administrativ për ndihmën që kanë dhënë që studentët tanë të arrijnë deri ditën e sotme. Faleminderit. Me daljen e ardhë si studentja më e mirë e Kolegjit Universitar Logos, për këtë vit e merr studentja Pavlina Melani. E do apo se do? Hajde prapë. Marrësh ti apo ti që vjen? E mbaj dhe varin, bravo. Përshëndetje gjithëve, të nderuar pedagog, të dashur prindër, koleg, student të ardhshëm dhe student aktual. Jam shumë falenderuese ndaj Kolegjit Universitar Logos, ndaj pedagogëve të cilët me durimin e tyre, me mbështetjen dhe përkushtimin e tyre të pafund, më ndihmuan për të arritur deri në këtë moment. Ju uroj sukses të gjithëve, shumë faleminderit. Ashtu është koha të nderojmë studentët të cilët kanë shkëlqyer në studimet e tyre. Certifikatat që do të dorëzohen janë dëshmi e përkushtimit dhe performancës së tyre të lartë gjatë studimeve në Kolegjin Universitar Logos. Ftojmë të na bashkohen në skenë edhe dy dekanët e tjerë, dekani i Fakultetit Ekonomik, profesor Dr. Artur Ribaj, dekani i Fakultetit të Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor, Konstantinos Jakumes. Nderohen me certifikat student i shkëlqyer Filip Furxhi, bachelor në Financë Kontabilitet. Angelo Papapano, bachelor në Informatikë e Zbatuar. Eriona Prendi, master profesional në Teknikë e Lartë në Laborator Mjekësor. Armando Doda, bachelor në Punë Sociale. Vital Topanja, master profesional në Teologji Sociale dhe Praktik. Nderohen me certifikat student i dalluar Ersa Hysa, master profesional në Financë Kontabilitet. Merita Gaba, bachelor në Teknikë e Lartë në Laborator Mjekësor. Brisilda Hoxha, bachelor në Teknikë e Lartë në Laborator Mjekësor. Daniela Nuredini, bachelor në mësuesi për arsim parashkollor. Lulieta Vokshi, bachelor në mësuesi për arsim parashkollor. Sara Hyka, bachelor në mësuesi për arsim parashkollor. Meribane Islami, bachelor në punë sociale. Soma Çomoni, master i shkencave në përkthim profesional. Edhe për ne është emocion, jo vetë për ju, sepse ju konsiderojmë si ata fëmijët tanë që janë rritur, por kemi besim, sepse kjo puna jonë bëhet vetëm me dashuri, kemi besim se kemi përgatitur të rinj, të aftë, të zotë, që do ta përfaqësojnë me dinjitet logosin, i cili është dritë dhe fuqi jete. Mos ta harroni, ndiqni gjithmonë zhvillimet e kohës të rejat, nëse nuk keni paqartësi, na kontaktoni, jemi këtu për ju. Faleminderit. Të mbani mend një gjë
që Logos është universiteti juaj, nuk është universiteti ynë. Neve diplomat i kemi nga tjetër kundi. Aty ka qenë para 100 vjetës dhe mbas aty të jenë dhe pas 100 vjetës. Por ama rritja e Logosit është edhe rritja e juaj, rritja e diplomes suaj. Ta doni edhe ta siguroni famën e tij aty në tregun e punës ku do të ndodheni. Sukses të mëtejshme. Pa dyshim, drejtimi një institucioni që ka në themel vlerat më të larta të dijes dhe shpirtit, kërkon një figurë me vizion, përkushtim dhe qasje të thellë njerëzore dhe shpirtërore. Prej disa kohësh, Kolegji Universitar Logos udhëhiqet nga një personalitet që mishëron këto vlera, një njeri me përvojë, me ndjeshmëri për formimin arsimor dhe shpirtëror dhe me dashurinë e palëkundur për të rinjt dhe për të ardhmen e tyre. Me përullësi, por edhe me krenari, theksojmë se vizioni i tij për institucionin është një vazhdimsi e natyrshme e themeleve të vendosura nga pararendësit, me dëshirën e qartë për të çuar përpara misionin e Kolegjit Universitar Logos si dritë dhe fuqi jete. Kemi kënaqësinë dhe nderin që për një fjalë përshëndetëse të ftojmë fërtlumturinë e tij, Imzot Joanin, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë dhe presidenti i Kolegjit Universitar Logos. Hyrësi Mitropoliti i Korçës, i nderuar zoti rektor, i nderuar zoti administrator, të nderuar personel akademik dhe administrativ, të dashur të ftuar e të dashur student. Zemra jonë sot bashkohet me gëzimin tuaj, duke parë frytet e mundimeve tuaja të piqen. Arsimimi vërtet nuk pasurohet vetëm me informacione, por gjithashtu nevojitet të ndriçohet mendja e të kultivohet një jetë shpirtërore. Për këtë arsye, kolegji jonë me emrin Logos mban njëkohësisht edhe këtë kuptim të thellë. Në shkrimin e shenjtë, drita dhe njohuria ecin gjithmonë së bashku, që nga çasti i parë i krijesës u bëftë drita, deri te fjalët e Jesuit, unë jam drita e botës, drita është simboli i së vërtetës dhe i jetës. Ku ka drita aty ka kuptim, ku ka njohuri aty shkëlqen e vërteta, me dritën poshtet errësira, jo me dhunë, po me praninë e saj të qetë. Kështu dhe njohuria nuk lufton pa dijen me agresivitet, por e shpërbën atë me fuqinë e së vërtetës. Ashtu si një qiri që ndes qirit e tjerë, nuk e humb flakën e vet, kështu dhe njohuria që ndahet me të tjerët nuk paksohet, përkundrazi shumohet. Përpiquni ta ndani çdo njohuri bashkë me të tjerët. Vetëm kështu dhuratat tuaja do të bëhen dritë për ju dhe për ata të tjerët. Bijtë e mi, njohuria vetëm nuk mjafton. Dikush mund të di shumë e të mbetet në errësirën e zemrës. Kur isha i ri, në vitet e vështira që po kalonte i vendi ynë, më ra rastisht në dorë u ngjilli. Kur e lexova, kuptova se urtësia e vërtet nuk është thjesht informacion, është ndryshimi i zemrës, është njohuria që shoqërohet me dashuri, me pulsi, me dëshirën për të dhënë. Në arsimimin tuaj keni fituar njohuri të vlefshme, që do t'ju ndihmojnë në rrugëtimin e jetës suaj. Por njohuria pa dashuri mund të kthehet në egoizëm, ndërsa me dashuri bëhet dhuratë dhënie. Për këtë arsye, apostulli i shenjtë Pavli thotë, njohuria e bën njeriu arrogant, kurse dashuria e ndërton atë. Sepse vetëm dashuria është ajo që shndërron njohurinë në urtësi, dhe vetëm urtësia do t'i jap jetës dhe qenies suaj dimensionin e plotë. Mos harroni kurse nuk ecim vetëm. Njeriu është një qenie komunitare, ku çdo person ka përgjegjësi, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerë rrotull tij. Jemi pjesë e një mozaiku të madh, ku çdo gur, çdo ngjyrë, çdo njeri ka vendin e tij dhe dhënien e tij. Asnjë mozaik nuk është i bukur me një gur të vetëm. Bukuria e tij është në harmoninë e të gjithë copave së bashku.
Kështu dhe në shoqëri, në kish, në jetë, nga ndarjet dhe mosmarrveshjet të gjithë jemi të humbur, nga uniteti dhe dashuria të gjithë fitojmë. Çfarëdo që të bëni në jetën tuaj, ta bëni me dashuri. Falënderim dhe mirënjohje për Perëndin, për vendin ku keni lindur dhe jeni rritur, për prindërit që me sakrifica ju rritën dhe ju arsimuan, për mësuesit tuaj, për të afërmit dhe për çdo gjë të mirë. Sepse dashuria është ajo forcë që bashkon, që ndriçon, që jep kuptim çdo njohurie. Është ajo që motivon çdo sakrificë. Sakrificat mund të duken të vështira, por janë ato që sjellin një gëzim në jetë. Një jetë pa gëzim është një jetë e gjymtuar. Dhe gëzimi gjendet atje ku është dashuria, sakrifica dhe falënderimi. Nuk ka gëzim atje ku është e keqja, thot profeti Isaia. Mbani gjallë entuziazmin tuaj, etjen për përparim, gëzimin e krijimit. Pa entuziazëm, njohuria bëhet e mërzitshme. Pa dëshirën për përmirësim të vazhdueshëm, mbetemi në vend dhe nuk përparojmë. Pa gëzimin e krijimit, humbim kuptimin e mundimit tonë. Vetëm kështu arsimimi juaj do të shndrohet në bekim për ju, për familjet tuaja dhe për vendin tonë. Gjithashtu, do doja t'ju jep një dhe dy këshilla me dashuri që unë mendoj se janë të vlefshme, që të mbushin jetën tuaj me paqe dhe me gëzim, e t'ju mbrojnë nga shumë rreziqe që do të hasni në jetën tuaj. Së pari, keni kujdes nga kultura e ankimit, që ka mbërthyer shoqërinë tonë sot në botën. Kjo është një kulturë shkatërruese që gërryn vizionin e vërtet dhe krijon një botë dhe gjendje të qenies ku nuk mund ta ndjejmë praninë e Zotit dhe nuk mund ta ndjejmë as gëzimin. Një prani e vërtet është ajo që sjell siguri dhe gëzim. Fatkeqësisht, kjo kulturë ka pushtuar gjithçka, aq shumë sa që nëse dikush nuk ankohet, njerëzit mendojnë se diçka nuk shkon mirë me të. Ankimi është bërë një gjë e natyrshme dhe nuk e shohim më dëmin e madh shpirtëror që e shoqëron atë. Kjo kulturë është vdekjeprurse. Ajo ndryshon vizionin e vërtet, shkatërron unitetin shpirtëror dhe rrëson mendjen. Vetëm mirënjohja në shpirt e pastron mendjen, largon ankthin ekzistencial dhe hap një vizion më të qartë të botës. Falënderimi është shenja e besimit dhe njohurisë së vërtet. Së dyti, ruajini lirinë e vërtet. Meqense ajo është diçka bazike për njeriu, është gjithmonë e rëndësishme një kuptim i drejtë i saj, i rolit të saj në jetën tonë. Dinjiteti njerëzor ngrihet pikërisht mbi lirinë e tij. Të gjitha arritjet më të larta njerëzore janë bërë nga mirë ushtrimi i lirisë. Nga keq ushtrimi i saj, tragjikisht, janë bërë dhe fatkeqësitë më të mëdha të njerëzimit. Ajo është në themel të qenies njerëzore dhe ushtrimi i saj për të mirë apo për keq ka pasur gjithmonë pasoja të jashtëzakonshme për njeriu. Liria nuk mund të ndahet nga përgjegjësia. Shëmbulltyra e djalit plankprishës është ilustrimi më i mirë i kësaj. Nëse ajo nuk do jetohet në kushtet e përgjegjësisë, jo vetëm që nuk do të jemi të lirë, po do të skllavërohemi. Me të drejtë psikiatri dhe filozofi dëgjuar Viktor Frankl shkruan: liria është vetëm aspekti negativ i tërësisë së fenomenit. Aspekti pozitiv i së cilës është përgjegjësia. Për këtë arsye, rekomandojnë Shtetet e Bashkuara që statuja e lirisë në bregun lindor të plotësohet nga statuja e përgjegjshmërisë në bregun perëndimor. Shën Vasili i Madh thot se dogmat qëndrojnë jo për të penguar lirinë tonë të mendimit, po për të na mbrojtur ne nga mendja jonë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për kufizimet etiko-morale. Ata nuk janë për të penguar lirinë tonë, po për ta mbrojtur atë. Ato janë si ato muret mbrojtëse në rrugët malore, të cilat nuk janë për të kufizuar lirinë e shoferit, po për ta mbrojtur të mos bjerë në gremin. Pa këto kufizime dhe mbrojtje, mundësia e rënjes është shumë e madhe. Ndërsa filloni udhëtimin tuaj të ri, le të mbeten gjithmonë në zemrat tuaja këto fjalë të psalmistit: në dritën tënde shohim dritën. Në dritën e Perëndisë do të shihni çdo dritë, të njohurisë, të urtësisë, të dashurisë dhe të vetjetës. Lutem vazhdimisht që t'ju shoqëroj bekimi i tij e të bëheni bartës dritë dhe paqe në një botë që ka aq shumë nevojë për to. Në përfundim, dua të shpreh mirënjohjen time për prindrit tuaj, që u mbështetën gjatë gjithë viteve të studimeve,
dhe nderim për mësuesit tuaj që përcollën tek ju njohuritë e tyre. Të gjithë ju që deprimoni sot, ju uroj suksese në punën dhe jetën tuaj. Faleminderit. Ftojmë studentët të cilët janë diplomuar pranë Kolegjit Universitar Logos të marrin certifikatat e tyre. Daniela Alka. Janë aty gati të vajzë. Angelo Papapano. Alexander Vreko. Novruz Musabeliu. Ruben Medini. Ali Ekber Barda. Marco Manche. Geraldo Sopay. Esther Lapuche. Denisa Paluche. Jensil Salico. Micaela Agole. Jurgesa Husseini. Georgia Masho. Brisilda Hoxha. Eleni Prenga. Selma Fisniku. Albana Bregu. Enilsiana Prenga. Mariana Shehu. Laura Nicolas. Paula Bardo.
Anisa Azizaj, Ester Hoxha, Pavlina Melani, Eisi Saraj, Merita Gaba, Leonora Doko, Eriona Prendi, Laura Vokre, Sabrina Tsupi, Onela Velkaj, Tea Nikaj, Mevlute Isha, Liri Papa, Olta Kërçiku, Bardha Rexhepi, Jurida Hoxha, Rikana Rama, Alessia Meta, Filip Furgji, Mateo Capo, Suela Lilolare, Anila Tafa, Ersa Hysa, Erion Elezaj, Clea Gega, Armando Doda, Joana Pepa, Magnola Pietri, Meribane Islami, Roel Islami, Margarita Preçi, Evdoxia Duko, Olimbi Pelushi, Lulieta Vokshi, Joan Dreko, Melina Mechaj, Daniela Hasampapaj, Laura Sheshi, Ivan Dimo, Mairo Mema, Olta Duka, Deniola Hilaj, Tanas Davidi, Ftojmë dhe stafin akademik të Kolegjit Universitar Logos të na bashkohet në sken. Do doja t'ju thonja diçka. E keni vënë re që to kapelet që mbajnë të graduarit ngjajnë me kalimafët e priftrive? A e dini përse? Sepse universitetet e para u themeluan nga kisha, dhe të gjithë ata që diplomoheshin merrnin një lloj manteli kishtar. Prandaj edhe ajo që vishni ngjan me rason dhe kapelja që mbani ngjan me kalimafin.
Kështu që universiteti që drejtohet nga kisha është një traditë e lashtë, sepse kisha ishte përpjekur vazhdimisht për të përhapur dritën e për të mësuar, sepse një fe pa dituri nuk mund të qëndrojë. Shkenca dhe feja nuk janë kundërshtim me njëra tjetrën, janë bashkëpunim me njëra tjetrën. Etrit e kishës ishin njerëz të ditur, por kishin dhe një zemër të pastër. Prandaj do uroj atë gjithëve përsëri që të keni një mendje të ndritur dhe një zemër të pastër. Gëzuar të gjithëve. Në këtë atmosferë kaq festive, dua të shpreh edhe një herë falënderime të veçanta për të gjithë stafin e palodhur të Kolegjit Universitar Logos, për ju student të dashur që jeni zemra e këtij institucioni. Urime dhe suksese. 5, 4, 3, 2, 1. Urime. Të gjithë të diplomuarit dhe stafi Logos në një bufet të thjeshtë të përgatitur në hyrje të sallës. Faleminderit të gjithë. Kapele.